Por përpara, unë mendoj tek lidhje tradicionale kanë bizotru dashnia dhe qaj afeksioni që i kanë lidhë. Nuk janë shqyqu sendet e tjera. Sot ka një farë për logaritje. Dashni me kontrat? Po, tash marrë veshe, po. E vërtet, marrë veshe me kontrat, ku se cila palë dëshiron të i përmbush interesat e veta. Qoftë mashkulli apo partneri ti, femna, këtë rastin. Ashtu që në të kalumen, dashuria, si kanë morë për logaritje, dashuria ka qëtë sende i parë, asë nuk kanë vendu për strehem, asë për punësin, do shta kanë jetu dhe familjet mëdhaja, po kryesore veç me qenë bashkë. Sot jo, sot për shambull janë para kushte, apo kushte të ndryshme për mu kryu që ajo lidhjet do shta me shëndosh. Disa aspektin ashtu është ma e furt, ma e qëndrushme, që pëse i ki edhe aspektin socio-ekonomike, do së të tjera me qëndru lidhja. Po, do shta qaj sensi, qaj ndjenja e dashurise, e shpirtit binjak, apo ajo lezimi, si që përmendi në përmes syve, apo a ende pa full, diqka tjetër vetëm e din, qka do të thëtë partneri, se kur qëndroj një kohë gjatë ata dhe vendimet, i lezoj njëri me tjetër. E këto në disa raste do shta mungujnë sotmen, sepse egziston që ajo lidhja kontraktuale, me thonë, krasim ato tradicionale që i ka qenë, kryesore veç me qenë bashkë, a ki qenë shi, a ki qenë laqë, a ki shpia, a ki shpia, atër si unë kështu. Se adi pëse, unë më kuaj kallë krejt. I kallë për ljusë. Tash me hi lidhe, tash du shmi bushina dhe... Edhe martova se kësha mbet, pratë. Ideja që kur t'ki dashuri sinqer, unë mendoj që rezultatet janë më të mira praktikisht, për shembull, rrugtimi jonë, si një sukses, mendoj që e kim pas me bashkëshorten me diturin, edhe nuk o koni letë prej një dy studenta që s'kanë pyt edhe që kërë, qëfar kërë, po edhe tash ideo që na kemi ndërtu, jeni rrit bashkë. Imi rrit bashkë, imi rrit edhe me mendësi, imi rrit edhe në biznes, edhe sot për shembull kemi thoja 30 punëtor, 2 klinika, mirëmi me shumë angazhim, por me një sfidë jashtëzakonisht me lodhe shumë madhe, edhe mos ishte që lidhje e atëhershmit, o konë e pa mundshme me rrëtu bashkë. Që lidhje dashurisi i bizotrat tëna, i lidhë gjara i te kalon, i te kalon të gjithë. Dhe në shtatë dhe për trit, është shumë e rëndësishme kjo që nëse nuk kanë ndjenë thejtë kërë që thojnë thejtë dëmzori, dikune edhe mastande, nuk ka një forcë tjetër që i mbanë. Kështu që na kemi pas fatin se shumë pastaj dami shumë i madhë, kur dy njerë danë, kështu që vetëm një dashuri vërtet mundet i të kaloj. Po. Kështu që unë kam qef ka pak të angasmoj, edhe sot ma banë vajza, pa pengus shumë. Po në kemë, së thëmë, po kështu i nga rrit në adi. S'ka kuptim. Kështu që është kile. Kështu që shqyqyrë që s'ka qene e platforma tëërse. Jo, shumisa e shumit pa martu. Sheki, sa ka interes në dashuri? Sot dush. Sot. Dëgjojmë shumë raste... E folim po, sot dush ka. Po kërë mbidhje po martohen, veç pse ka pasoni për shemë. Po martohen se, para se mu martu, ajo e përzgjedh, a ka jaht, a ka kerr, a ka Lamborghini, apo qka dreqin ka. Unë atëra i përmartum se as patent shoferi s'ka. A ka kartën e zezë. A ka kartën e zezë, në kartel qka ka, biro baco. Dhe se ndalim prej, u qel edhe tema prej damave, ndalim prej shekullit 20, i cili ishte imaterializuar. E qëkar është këj? I niste nishi. Stërmaterializuar. E materializimi e sjell interesin. Pra ne thuhet mirë mëngjesi interesi. Lutem. Pa interes, interesi është njerëzor. Po kur interesi ta përcakton karakterin, se qëfar je, a je principial dhe a i përmbahesh principeve tua, që për shembull, unë nga lamia ime, se shqyqyr që jem të laryshi këtu me profesione me lami, a problematika është identike e gjdo lamije. Do me thonë nëse për ndryshe nuk jam martu asë njëherë. Më patën pyta ki fëmi, nuk e di se kërkush të më lajmë nuk dhe i ta.